Prajmi i radhës në Big Brother VIP Albania 4 u shoqërua me shumë zhurmë në rrjet, sidomos pas përmendjes së një konflikti të vjetër mes Rozana Radit dhe Rezarta Shkurtës. Komentet nisën të vërshojnë online dhe videot e vjetra nisën të qarkullojnë si rrufe, por me sa duket, e vërteta është pak më ndryshe. Rezarta Shkurta ka reaguar në mënyrë publike në rrjetet sociale, duke hedhur dritë mbi atë që sipas saj ka ndodhur realisht mes saj dhe Rozanës. Ajo tregon se konflikti që përflitet ka ndodhur në vitin 2008 në një program televiziv dhe ishte thjesht një debat banal mbi pastat. Pastat me salsa po me domate të freskëta. Por ajo që ndezi më shumë kureshtjen ishte pikërisht pjesa që ka të bëjë me dashuriçkat, një temë që gjithmonë bën bujë në botën e showbizit. Në reagimin e saj, Rezarta mohon kategorikisht që përplasja e dytë me Rozanën në vitin 2012 të ketë pasur ndonjë lidhje me çështje dashurie apo partnerësh. Reagimi i plot. Më keni shkruar kaq shumë dje, e vërteta me pak fjalë. Unë dhe Rozana rreth vitit 2008 kemi qenë në një show së bashku. Në atë program kemi pasur një konflikt shumë të vogël, për të qenë të sinqert. Ishte një debat pas një rëndësi, sidomos krahasuar me ato që shihni sot në Big Brother. Tema e konfliktit, thjesht, t'i bëjmë pastat me salsa apo me domate të freskëta. Ishte dita e 10 e showut, fjalë vajzash të reja, pas një pasojë serioze. Pra, video dhune që përmendet nuk është e vërtet, sepse diçka e tillë nuk ka ndodhur kurrë. Rreth 4 vite më parë, afërsisht, në 2012 kam pasur një tjetër konflikt me Rozanën, edhe këtë herë për arsye profesionale, jo për dashuriçka, siç është përfolur nëpër portale. Po, kemi qenë të reja, dhe si atëherë dhe sot, shumë gjëra bëhen për të krijuar zhurmë që fatkeqësisht është gjithmonë e nevojshme në botën e showbizit. E vërteta është që, pas kaq shumë vitesh, ato konflikte pa asnjë temë serioze, besoj se janë të harruara si për mua ashtu edhe për Rozanën. Rozana nuk e qenë asnjëherë mike imja, por në të njëjtën kohë asnjëherë armike. Përkundrazi, në këtë Big Brother kam parë tek ajo një vajzë më të rritur dhe të ndryshuar për mirë. Le të kujtojmë se jeta reale ka më shumë vlerë se dramat televizive, shprehet ajo. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.